Alpchef është një projekt, është një rrjet që përmbledh të themi të gjithë profesionistët me origjinë shqiptare në diasporë që punojnë në sektorin e hotellerisë turizmit, shefa, drejtor hotelesh, bartender, shefa salle, të gjitha profesionalitetet e këtij sektori. Shqiptarët shquhen për këtë sektor në pothuajse të gjitha vendet e Evropës dhe ne kemi menduar që t'i promovojmë dhe t'i përdorim si ambasador të gastronomisë dhe mikpritjes shqiptare në botë. Është një aktivitet në fakt që shkon në vazhdim në asaj çka realisht një përfaqësi diplomatike duhet të bëjë në vendin pritës. Dhe në rastin konkret ne kemi bërë një aktivitet përbashkët me ambasadën e Kosovës, në bashkëpunim shumë ngushtë edhe me iniciatorët, që është Alpchef, është një organizatë e re, po themi, e vendosur në Shqipëri, e cila është orientuar drejt promovimit të vlerave shqiptare përmes ushqimit, kulinarisë. Diplomacia kulturore, kulinarike, gjithmonë është ajo anë më e mira për ta njohur një vend vogël siç jemi ne të dytë. Ne jemi një, domethënë shqiptarët, tradita shqiptare, kultura shqiptare, apo jemi nga Maqedonia, Presheva, Tirana, Shqipëria, Kosova, Malizi, ne jemi shqiptarë, tradita janë është shumë e pasur. Është vërtet se shumë shqiptarë në Zvicër përfaqësojnë kuzhinat italiane, kuzhinat franceze, kuzhinat e huaja, por kuzhina shqiptare është një kuzhinë që meriton edhe ajo të veten pa. E rëndësishme për kombin tonë, për kulturën tonë, duke dhënë një identitet shumë më të madh edhe për çdo arsye, për çdo moment ku kjo lëvizje ka nevojë, Faruk Neziri është prezent. Projekti që unë përfaqësoj mbështet pikërisht promovimin e autenticitetit shqiptar. Agroturizmi, produkte tradicionale, kulinaria, ajo çka ne kemi në fakt dhe duhet ta themi me zë të lartë. Prezentoj kantinën Balaj, që është kantina ime. Kemi produkte natyrale nga Vlora, nga zona e Vlorës së Shqipërisë. Vitet e fundit gjithë Shqipëria, po edhe shumë verat Kosovës janë standardizuar dhe janë strukturuar shumë kantina. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nga prodhimi i rushrave në Bresht deri te prodhimi i verës kantinë ka një strukturë të solide dhe arrim që të sjellim një produkt shumë stabilizuar në tregje. Përfaqësoj kantinën Caco, jam pjesë e familjes, sepse kantina Caco është një biznes familjar. Vera edhe ushqimi, edhe mënyra e jetesës janë pjesë e kulturës. Dhe ne nëpërmjet këtyre aktiviteteve, nëpërmjet këtyre eventeve mund të tregojmë kulturën, mund të tregojmë nga vim çfarë rrugtimi kemi bërë dhe kush jemi. Prodhues i verave të Kosovës, Labi Wine. Këto evente, me të thënë drejtën, janë evente të mirëseardhura për prodhuesit, jo vetëm të Kosovës, po edhe të Shqipërisë dhe gjithandej do të thotë shqiptar çka janë. Unë jam Elma Idrizi, unë jam studente këtu në IHL. Jam vitin e parë për me bëu bachelorin e Managementit International Hospitality. Edhe sot e kom pa që na kena një event, shka vinë 3 kuzhinjerë e Shqipërisë për me prezentu Kosovën edhe Shqipëninë këtu në kundër Zvicranëve, edhe më prezentu që jemi ne. Për ne ishte një kënaqësi shumë e madhe që ata pranuan ftesën tonë që ne të ndalim kulturën tonë gastronomike me shqiptar dhe mjaftuaj që ishin sot. Kemi pasur një mirëseardhje shumë të madhe, shefat këtu ishin diçka mrekullueshme, ka qenë një bashkëpunim shumë i mirë dhe jemi me tërmend të kënaqur për këtë rezultat final që kemi hapur. Dhe mysafirët patjetër me duartokitjet e tyre në fund fare na përmirësuan akoma më shumë ditën. Shefat ne jemi si puna e fëmijëve. Fëmijët kur bëjnë diçka, duan atë duartokitjen. Nuk është se ne e bëjmë për duartokitjen, po që të bësh dikë njerëzit i bësh të lumtur, nuk është profesion, por është mision. Dhe ne këtë mision besoj se sot i arritëm.